Hello, si ju kam nga Policani. Erdhëm dje në darkë dhe dëgjoni pak, është muzikë për veshët. Jo se është shtëpia ime këtu, por realisht natyra është shumë e bukur. Dhe tash t'ju përshëndesja. Hello! Për rrugët për në shtëpi jam pa gropa. Prandaj është edhe ajo kënga në qoftë se nuk e dini jo. Policani gropa, erdhi reja Miss Europa. Erdhi Albio që të më marrë dhe do shkojmë pak te kopshti i Albios. Do t'ju marrë me vete, t'ju tregoj pak kopshtin. Prodhime se ti ato që se kishte mbledhur mamën. Po. Nga që Rashidi. Por vajti ora 5, por nuk e keni den këtu, nuk ikën dita si që ikën në Tiranë, duket një ditë si një javë. E kjo është gjë shumë e mirë në fakt. Dhe po ngjisim malore dhe prandaj po bën këtë zhurmë me makina. Edhe kemi pak pa qef. A kur shkojmë për pushimet e verës, do të qëmë tek mekaniku që t'i nderoj një pajisje, një pjesë aty. Edhe kështu njerëzit e mi. Hello, e di që këtë vlog e kemi për lëm shfare, por unë tani po nisem për në Itali edhe po më çon Albio. Jam për gati për outfitin e aeroportit dhe kam goxha vap se është akoma ora 6, avionin e kam në orën 8 dhe arrin orën 11. Edhe të shkoj tek njerëzit e mi, do takoj gjyshen, prandaj po ikem më shumë, do rri 2 ditë. Thjesht për të takuar gjyshen, e pash në ëndër edhe ditën tjetër dire kam prirë biletat për ditën që e kisha më të favorshme gjatë muajit. Edhe do takoj të Dajon, do takoj të gruan e Dajos, edhe kushuririn, edhe ata janë në Shqipëri edhe do nisemi të gjithë për në Itali, për në Torino. Kemi qenë më përpara, unë kam qenë 2-3 herë të tjera në Torino edhe do shkoj prapë. Nuk e di në qoftë se do bëj vlog, po thjesht e hapa këtë telefonin për të filmuar që për t'ju thënë nga ka humbur vajza juaj se nuk ka bërë fare video në YouTube, por ama më ndiqni sepse në Instagram kam qenë shumë aktive. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget
time when I saw you. Mirë mëngjes nga Torino. Ne tani u veshëm, do dalim më shlerat mëngjes. Edhe do shkojmë pak për pazar. Su mjaftova vetëm dje unë. Edhe nuk ju kam folur shumë se keni parasysh kur jem me njerëzit e tu. Edhe nuk e se të ngjelet shumë koha për të filmuar. Në fakt nuk kam dashur me thënë të drejtën, kam dashur ta shijoj çdo moment. Tani për pazar. I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Arrito. Hello, nga sezoni dasmave. Po shkoj që të bëhem gati, sepse kam dasëm sot. Kur vin dasma, të vinë një herësh të gjitha. Nuk është se ju kam hapur, se realisht kam qenë shumë e zënë me punë, por këtë momenti nuk doja ta humbisja, sepse e di që I keni shumë qef këto pjesën e përgatitjes së dasmës, edhe më që do shkoj në make-up artist, edhe kam gjetur një shumë të mirë në Instagram dhe kam shumë pritshmëri, plus edhe fustanin e kam shumë të bukur. Dhe do thoni ju kush martohet. Martohet vajza e kolegut Alvios që ka bashkëpunëtor në punë. Edhe jemi të ftuar. Do jetë një eksperiencë shumë e bukur, sepse do jem për herë të parë në një dasëm me Alvion. Edhe është dhe dasëm do diprane. jem dasëm diprane. Ne nga Jugos para na bie. Por do t'ju tregoj të paktën disa detaje, se normale nuk e di në qoftë se njerëzit do duan që të postohen në YouTube, por pa I prishur Terezin askujt. Edhe në orën 3:30 kam takimin e make-upit, është ora 3:25, që kështu jemi shumë mirë. Ndërkohë nesër kam lënë takim që të lej flokët. Reja. Të evidentuar kur wow o zot Side by side we sway there in all the colors. Tani sa po mbaruam edhe make-upin dhe ma ka qarë, ju a tregova emrin e make-up artistës kur hyra në fillim. Kalorina Studio, por e ka qarë shkoni sa I bukur që është, me shkëlqim, I shëndetshëm, I bukur, edhe pse ka këto tonet e tokës, që gjithmonë ka tendencë që të jetë pak më I egër si make-up, por është kaq I bukur dhe natyral në të njëjtën kohë. Edhe flokët. Sa po më pëlqen vetja. Edhe ka çmime shumë të mira, do ta sugjeroj. Sponjori vetë. Tani erdhi Alvio dhe më mori që t'ike në shtëpi dhe të kishem dhe të nisemi për dasëm, por nuk e keni idenë se sa po më pëlqen vetja. Nuk e di, mëse më pëlqen. Al, dasma që vajta herën e fundit apo këtu luku? Këtu. Absolutisht këtu. Realisht dhe çmimet I kishte më të lira. Sa bukur, zot, diqa. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Dasëm. Some love, memory, washed in every shade
That's sure something I could use. A cure for the air conditioning blues. Could use some too. Përshëndetje, sa kohë pa folur, por ta nisim nga fillimi. Ky ishte muaj që vajtëm në 2 shtete të ndryshëm, vajta në Torino edhe në Maltë. Në Torino vajta se si ju thash dhe të takoja gjyshen time, edhe bëra shumë mirë. Nuk ju a kam thënë, po gjyshja ime e ka humbur totalisht kujtesën, sepse ka Alzheimer edhe kush ka pasur gjysher ose ka në shtëpi e kupton që është një sfidë, çdo ditë është një sfidë e re, dhe se sa e vështirë është të shikosh gjyshen tënde të kthyer në mendjen e një fëmije. Edhe kështu, kur vajta në fillim duhet që t'ja kujtonim shkronjën e parë, se kush isha, se gjyshja ime jeton me dajën tim. Edhe madje edhe ata nuk i mban mend, duhet që t'ju kujtosh dhe pastaj prapë harron. Edhe nuk kam pse flas sepse jam e sigurt që keni dëgjuar ose keni përjetuar diçka të tillë, se sa e vështirë që është, sidomos për ata që jetojnë çdo ditë. Edhe kështu e takova. Jam shumë e lumtur. Se përveç se gjyshja ime nuk mban mend, gjithashtu rri edhe shtrirë sepse nuk ecën dot. Dhe siç po thoja, ishte muaj që udhëtuam, për pushime verore shkuam në Maltë. Edhe jemi kënaqur aq shumë sepse nuk e prisnim, me thënë të drejtën, që të na pëlqente. E tregoj dhe një gjë tjetër pastaj. Tash kam shumë gjëra për t'ju treguar. Nuk prisnim që të na pëlqente aq shumë. Ju sugjerojnë nëse kërkoni një vend që të pushonit, keni plazhin afër, keni transport, kishte Bolt ose Bolt ose Uber, mund të merrje gjatë gjithë kohës, kushtonin 15-20 euro në destinacione, pastaj destinacionet që ishin më larg kushtonin edhe 40-50. Kaq ishin afërsisht. Domethënë të shkonte dita 100 euro vetëm transporti, duhet ta keni parasysh që 100 euro duhet që ta hiqni më njëherë edhe për transportin, sepse nuk është se kishte tren apo metro, kishte autobuse, por duhet që të ndalonin shumë stacione, nuk është se i përshkruanin gjitha destinacionet që ne donim, edhe të linin larg, edhe vonoheshin, prandaj zgjedhja më e mirë që ne bëm ishte që të merrnim taksit e qytetit, ose mund të merrni dhe makinë me qira. Thjesht ne kishim pak problem sepse nëse e dinin, Maltë eci në anën e majt, do me thënë kanë krahun e majt, si në Angli.
Edhe u knaqëm. Realisht jemi knaqur, ushqimi na ka pëlqyer, ishim në super atmosferë, sepse ishin dhe kushërinjtë e Alvios, dhe dolëm me ta gjatë gjithë kohës, shkuam në plazh, deti ishte fantastik, ishte i ngrohtë, ishte ashtu siç e doja unë me rër. Okej, se kishte edhe pastaj plazhe që futeshe direkt thellësi, hidheshe në shkëmbë, po ne nuk e së vajtëm, sepse e dini jo që unë nuk e se di shumë mirë natë. Por mund të them që ndër pushimet më të mira verore që ne kemi kaluar, edhe e sigur që do t'i kthehemi përsëri Maltës, nuk e di, më ka super pëlqyer. Kam për vlog e ndjej detyrim. Dreka të shkonte afërsisht 50-60 euro së bashku, nëse ti merrje pica shkonte edhe më lirë, domethënë pica mund të ishte 12-15 euro, pasat ishin nga 15 deri në 22 euro. Zgjidhje ti. Frutat e detit që ne i konsumuam shumë ishin nga 15, 20, 25, peshku 30. Këto ishin çmimet. Në plazha zonet kushtonin nga 19 deri në 25 euro. Më shtojnë që ne kemi paguar. Taksit ju thash. Hotelin e kemi gjetur në vend shumë të mirë. Në Maltë kushtojnë hotelet, duhet ta keni parasysh. Në qoftë se jeni të interesuar se ku qëndruam ne, më shkruani në Instagram, do ju a vendos, sepse neve na super pëlqeu, ishte shumë të mirë, sidomos stafi fantastik, shumë të mirë. Edhe kishim në një pikë mirë që ishin afër me, ne qëndruam në kryeqytet, në afër Valetës, edhe ishim mirë me gjitha destinacionet, apo jo, nuk e di nëse qëndruam në Valet, tani që mendoj, qëndruam afër aeroportit. Po jo, okay, se Malta është shumë e vogël, do nga tërojmë pak. Edhe kështu, do t'ju tregoj emrin hotelit. Do pyes Alvion dhe do t'ju vendos direkt këtu, që nëse jeni për Malta, t'i hidhni, sepse unë ju sugjeroj, ishte shumë e mirë. Dhe gjëja e tretë dhe e fundit, dhe ajo që është më kryesorja, neve në shtëpi na shtuar një pjesëtar i ri. E dëgjoni? Një sekond. Se familjes tonë ju shtuar Gigi. O Gigi. O Gigi. Gigi. Kush e ka parë shtrigan Kiki? E kupton pse ka emrin Gigi, sepse është identike, të paktën për sytë e mi. Si Gigi tek kukullat. Do t'ju vendosim foto këtu të Gjigit. Ha Gigi. Gigi nuk ka shumë qef që të ri nuk ra. Ha më Gjigjo. Për shumë i mi. Kush më nje mua, e di se sa të vështirë e kisha që të merja një mace, por në fakt nuk e se zjodha unë Gjigji, më zjodhi muaj, sepse e kisha hedhur dhe një para disa ditësh në Instagram, që kisha parë një mace tek lagja. 3-4 ditë në lagje që u njoha me Gjigjin, i vendosa këtë emër, sepse sa e pash më kujtoj Machokun tek animet. Edhe dhe është ta merja, por kisha shumë frikë, sepse e dini se shkoqa me Ruçin, edhe nuk e di, më kryua si fobi që të merja një mace, të kujdesesha për një mace, më duke që disko sikur do smurej, edhe kisha shumë frikë dhe akoma kam shumë frikë dhe nuk e di si e kam marrë këtë vendim, por ishte vendimi më i mirë që ta merja Gjigjin nga rruga, sepse Gjigji kishte disa kohë që jetonte në lagjen tonë, hidhnin ushqim, kujdeseshin, flinte aty për jashta, dhe mendova që gjëja më mirë që unë bëra është që e adoptova dhe e mora në shtëpi, shkuam tek veterineri, bëri ato kontrollet, pas një jave ka vaksinën, sepse nuk duhet që ta bënte vaksinën direkt, që ta ambientohet pak me shtëpinë. Dhe ne kemi marrë Gjigjin nga 4-5 ditë, por thjesht nuk kam pasur kohë që t'ju tregoja, sepse edhe një gjë tjetër, sapo kalova dhe Covidin. Edhe kanë qenë kështu, thash, ky muaj ka qenë plot me histori. Edhe nuk e di, qofse do ishte reja, në datën 23, Ruçi bëri një vit që nuk është më me ne, dhe i vetmi person që e ka kujtuar është shoqja ime Ana, që më shkruajti edhe nuk e di, u befasova që e mbante mend. Edhe jam shumë e lumtur që e kam njohur Anën,
edhe e kam pjesë të jetës time. Edhe në qoftë se shikon këtë video, të përshëndes Ana dhe të dua shumë. Edhe kështu. Edhe kemi marrë Gjigjin 2 ditë, domethënë atë periudhë kur neve shkonim çdo ditë në pas operimit të Rucit, që shkonin çdo ditë në spital, nuk e di nëse kjo është një shenjë, por unë di të ndjek zemrën time dhe e sigurt që Gjigji duhet bëj pjesë e shtëpisë tonë, dhe realisht na ka kthyer shumë gëzim, edhe ba sugjeroj që të merrni mace, sidomos macet e rrugës, sepse janë shumë herë më të mira se sa tani të gjitha macet janë të mira, por mendoj se bëni më mirë në qoftë se i jepni një shpresë edhe maceve të cilat nuk kanë një familje, dhe sidomos kotele janë të vetmuara. Bëni një familje për to. Edhe kështu ne do ta mbyllim këtë video dhe ju premtoj që do kemi video së shpejti përsëri këtu në YouTube. Më ndiqni edhe në Instagramin tim, besoj dot që kam marrë një mace. Besoj që çdo gjë të shkojë sa më mirë. Edhe Gjigji të ketë sa më shumë shëndet. Më pafshim, shihemi në videon tjetër. Ciao!